Hello, miteni, mirë se erdhët në një vlog tjetër që po e hap tani. Atëherë siç e shikoni unë kam dalur, domethënë kemi vajtur për të bërë një dy shopping të vogla, se kam ca të reja shumë të bukura. Atëherë të shikojmë pas pak, që t'ju tregoj se çfarë të reja kam. Okay, bye. Ne sa po erdhëm në shtëpi, kishim dalur për të marrë një dy gjëra që na nevojiteshin. Vajtëm për një gjë dhe vajtëm morëm gjithë ato gjëra. Okej, koha është aty ku del dielli, aty ku është pirshi, ftohtë nuk është shumë, është okay, është normale. Kam veshur këtë bluzën që mora nga Primarku dhe kam vënë këto vethet. Më pëlqejnë shumë, kam shumë vdekje me vethet. Më pëlqejnë çdo lloj vete që të kesh. Dhe e kam këtë vetën këtu, edhe këtë tjetrën këtu. Dhe këto i kam marrë në Shqipëri tek syri i kaltërt në Sarandë. Këto kam bler. Janë shumë të mira, domethënë nuk janë floriri, po bëj domethënë që në mëngjes që kam dalur, nuk më kanë bërë as alergji as gjë fare. Domethënë në fakt unë nuk kam probleme domethënë me alergjinë e veshjeve domethënë të vëthve. Po unë vdes domethënë kam lloj vëthesh që më pëlqejnë vdekja ime. Okej, do ju tregoj domethënë kysh e shikoni. Thuaj nëse dëgjoni zhurmë, kemi vënë lavatriçen. Kur jemi në ditë pushimi, ne vëmë lavatriçe, mbledhim komplet ato rrobat e javës, edhe lavatriçja edhe ato dry machine nuk pushojnë. Atëherë, bleva këto çokollatat. Gjeta domethënë me Card Club tek Tesco. Ishin gati një 5 pound, i mora 3 pound e gjys. Morëm këto pampersit. Do thoni ju, ç'ne pampers? Do i tregoj një çik më vonë. Vajtëm tek Bimia dhe nuk e di, më pëlqeu shumë ky frigixhani, domethënë që një çik i veçantë. Dhe shikoni sa i bukur që është. Very nice. Shumë i bukur. Dhe e mora 3 pound e gjys. Dhe e kam bërë set me këtë bolin, se bukur që është. Që është 2 pound, bëri kjo. Shumë e bukur. Dhe mora dhe pjatën. Kjo. Lexon këtu Living the Dream. Shumë e bukur, është e punuar domethënë rreth e përqar dhe ka formën si të një lules. Dhe këto janë domethënë dishwasher e microwave safe. Domethënë mund të përdorësh edhe për të larë në lavatriçen e enve, por edhe për ta vënë në microwave, domethënë mikrohimaton, mund të përdoret kjo. Kurse për këtë, kjo nuk e thot kjo këtu. Edhe kjo. Edhe këtë mund ta përdorësh domethënë për të ngrohtë, ta vësh edhe për në lavatriçen e enve. Edhe kjo e njëjta, the same. Okej. Ora un kam provuar nga ky fruti që është passion fruit, nga që ishte me Club Card, si gati 1 pound. Thash, okay, ta marr, domethënë më ka pëlqyer herën e parë. Vajzës nuk i pëlqejnë këto, që kështu i mora ti ha vet, ajo nuk i deshte. Do t'i provoj vet. Kimchi flour, është noodles. Më pëlqejnë shumë. Që janë gjellra asiatike dhe që janë gjella këto, mundohem dhe mund t'i përgatis vet në shtëpi. Dhe vajtëm kemi marrë shumë supra, domethënë të Tescos, janë shumë të mira, i kam përdorur edhe herë tjetër, domethënë dimrin e parë dhe janë shumë të mira ti përdorësh në supë dhe ti përdorësh kur kur bëni supë për gjellë, për shembull mund të hedhësh një qesk të kësaj dhe e keni domethënë supën shumë të jep dhe të shijshme, jep dhe me shije, jep me të gjitha. Ose mund ta përdorni për shembull darkave që mund të rrini, mund ta hidhni në një filxhan të madh, mund ta hidhni supën atje dhe mund ta pini
jo si çaj, jo si kafe, po supë. Edhe kjo është me brokoli, Stilton, brokoli Stilton, supë. Kemi marrë spicy, kjo më pëlqen, do më pëlqen një çik spicy, jo shumë spicy, më pëlqen middle spicy. Kjo, edhe kam marrë dhe këtë, Stockwell, do më thënë kjo është me chicken. Do më thënë shumë të mira. Dhe edhe një bateri që në duhet. Edhe bleva dhe këtë për të qëruar patate, karota, do më thënë qenë këto kunguj. Dhe këto se para mu prish, mu thye këtu edhe bleva dhe një tjetër. Këtë. Do më thënë se qa ide kishte vajza për të bërë. Asa i pëlqejnë shumë sushit, edhe mua po ashtu. Sushit më pëlqejnë shumë. Atëherë, po i tregoj që kam marrë materialet e sushit, kam marrë light soya sauce, që t'i hajmë, dhe kam marrë rizin, që të bëj sushi, dhe kam marrë dhe këto. Do më thënë, këto janë sushi nor, easy sushi. Këtu, në figjet e detit, që të mbështjellim rizin. Kurse gjërat e tjera unë i kam në shtëpi, do më thënë nga që vajtëm së nisëm javën e parë. Më ka ardhë nipi dhe si që shikoni a i po luan me një makinë dhe ne ndërkohë po jemi në kushinë dhe po bëjmë sushi. Atëherë po ju tregoj se si po i përgatisim. Ju tregova se si është, do më thëmë, përbërjet, cilat janë përbërjet. Dhe bëjmë me salmon, me avokado dhe me cucumber. Si shikoni vetëm vajza po e pret sallatorin në kështu të feta të holla dhe po e heq atë të brendshme, se është e brendshme që nxjerr ujë dhe ne duam vetëm atë do më thënë që në jashtme që ta përdorim te sushi dhe po e prek në feta të holla. Ja dhe këtu që vjen djali në kushinë edhe ka qef shumë që të luaj me lavatricën. Është lodriti e preferuar. Kurse këtu ka filluar për ushqim me kosit, se ç'është nuk po na ha këto ditë që ka ardhur tek mua, nga që ka pasur një çik temperaturë dhe oreksi i tij ato që ka ikur, nuk është si më përpara. Këtu fillon dhe ha kosin, luan edhe me lavatricën. Atëherë vazhdojmë të kushina. Këtu në një tenxhere unë kam hedhur dy kupa ujë dhe më në sjarë që të lëfoj dhe vajza tërkohë akoma prek sallatorin e tani po vazhdojmë me avokado. Në fakt me avokado kisha një 3-4, po nuk e di, ato 3 avokadot ishin prishur, ishin të zeza nga përbrenda dhe që kështu vetëm njërin ato li i sakt. Dhe avokado në marrë me presin në feta të holla. Edhe këtë. Dhe vazhdojmë me pjesën tjetër të avokados që e pret dhe e vë në pjatë. Atëherë vazhdojmë hapim qeskën e salmonit. Kemi marrë një salmon të përgatitur. Unë këtu tek uji hedh një lugë uthull dhe pastaj hedh 2 kota me orizi që është për sushi. Jo orizi domosdoshmë që përdorim ne për pilaf. Atëherë që kemi bërë gjitha përgatitjet, atëherë fillojmë edhe i përgatisim sushi, i bëjmë rolo. Atëherë edhe djali bashkë me ne këtu fillon dhe kërcen, të kërcej, ka filluar të kërcej, sa dëgjon muzikë fillon dhe kërcen. Atëherë unë këtu kam marrë atë shtresën e hollë që nuk e di, unë e quaj fiq i detit, si bëhen dhe figjet e detit, kam shtruar orizin dhe pastaj kam marrë avokado, e kam shtruar në mënyrë gjatësore dhe pastaj kam marrë me solomo. Mund të përdorni me çdo lloj përbërje që doni të fusni ju sushit. Dhe e kam filluar të bëj rolo
Në fakt, për ta mbështetur është një diçka postafat që është për të bërë sushi, që i merr i bën rolo, por nga që unë nuk kisha, më thënë në shtëpi dhe unë i bëj me dorë. Edhe ky është përfundimi që e kam bërë sushi. Edhe ja ku duket kaq mirë. Edhe këtu prapë vazhdoj me pjesën tjetër të sushit, por këtë herë do ta bëj me i kam hedh nga kjo sosa që është katsu sos, i kam hedh pak dhe e kam bërë me rizin nga jashtë, ndryshe sushi, që do t'i hedh pastaj më vonë, do ta shikoni që do t'i hedh crispy onion, qep e that, del shumë, shumë e mirë, del fantastike. I kam hedh nga jashtë prap këtë sosin që është katsu dhe i kam hedh crispy onion që të ngjiten sa më mirë gjithë rreth përqark. Shikoni, ne bëm vetëm 2 copë që t'i përdorja domethënë se si ishin, domethënë si në shije, si në shtuja, në shije, dhe ja, voilà, ku dolën domethënë këto 2 sushi, dhe këtu po i marr, po i pres, një nga një. Në fakt, para se t'i presësh, unë thikën e kam lagur që të pritet shumë, domethënë të pritet më lehtë. Dhe ja, ku preva dhe këtë copë. Dhe shisa të shizme që duken kështu vetëm me ikona, pashira është fantastike, është një diçka shumë e mirë. Dhe po ma tregoj si duket nga përbrenda. Kjo është me avokado dhe me tono, e kam bërë këtë. Bëra një me avokado, një me tono dhe një me salmon dhe me avokado. Duket se nuk i marrë. Kurse tani po pres këto që kam bërë domethënë të zakonshme. Po i pres një nga një. Mund t'i bëni në madhësi që i doni ju, të mëdhaja, të vogla, domethënë sa milimetra ju doni që t'i prisni. Vazhdoj dhe me këtë, vazhdoj me dhe me tjetra. Edhe kjo po nga tregoj si duke nga përbrenda. Dhe kjo ishte përfundimi që bëra të sushi. Ishte një mbrëmje shumë e këndshme për ne. Kishim dhe sushi dhe po rini po shikonim Netflix me vajzën. Nipi në atë kohë e kishte zënë gjumi. Edhe ishim për qefin tonë. Po ju flas tani nga një ditë tjetër dhe e kam hapur tani kamerën dhe kemi dalur dhe me qa keni parë nga klipet më përpara që kam hedhur, më ka ardhur djali me vajzën, më ka ardhur nipi që kështu jam shumë e gëzuar, gjyshe e gëzuar. Atëhere, në fakt kemi dalë tani, dovemi të dalim një shëtitje dhe kujdit mund të bëjmë edhe të gatuajmë më pas kur të vemi në shtëpi. Unë tani sa mbarova punën edhe tham që të dilnim një çik për jashtë, me që dhe djali ka tërditën brenda sot e tham të hecim kështu avash avash dhe kështu. Okej. Shumë qetë. Këtu të kjo lagja që rriun. Mund të hecësh, nuk ka makina dhe shumë, nuk qarkullojnë shumë makina dhe në fakt koha sot është shi diell.
Tani, në këtë momente që unë po flas, kemi një çik diell. Më duket se më pas do bjerë dielli. Dhe këto që kemi të rejat, që ju thash një çik në fillim të videos që kishim. Mund t'ju them që edhe bën ftohtë këtu. Në fakt kamerën e hapa tani. Duk hapu këto 2 ditë, 3 ditë se desha të çmallesha me nipin tim. Atëherë po ju tregoj se çfarë gatuam tani që domethënë më pas që erdhëm në shtëpi, nga hecja që bëm, siç tregova çik më përpara, kemi bërë një pasticë shqiptare dhe siç e shikoni ka dalë super dhe shumë shishme.